Përshëndetje, mirë se vini në episodin e parë të podcastit tonë në kuadër të projektit e Ardhmja Digjitale për të rinjtë e Kumanovës, projekt i realizuar nga Instituti Pulse of Democracy Kumanov dhe i financuar nga Ministria për Marrëdhënie ndërmjet bashkësive. Sot kemi kënaqësinë të bisedojmë me zotrin Enver Salije, kryetari i Institutit Pulse of Democracy dhe koordinatori i këtij projekti. Mirë se erdhët zotri Salije. Ju faleminderit, mirë se u gjeta. Për fillim, na tregoni pak për organizatë më shumë për Institutin Pulse of Democracy, kur është themeluar dhe cili është misioni i organizatës. Është pak vështirë që me pak fjalë të themi për gjithë historikun e Institutit Pulse of Demokracisë, pasi që veprojmë diku rreth 5 vite. Do të thonë fokusi jonë është demokracia, është rinia, integrimin në Bashkimin Evropian, si dhe tema të ndryshme, do të thonë që i përkasin sferës së demokracisë. Gjatë viteve të fundit keni realizuar një numër të madh të projekteve, cilat do t'i veçonit si më të rëndësishme? Po, ndër projektet më të rëndësishme do të kisha veçuar urat lidhëse drejt Bashkimit Evropian. Është një projekt, do të thonë, me temat me kapitullin 10 dhe 23 të Bashkimit Evropian, kapitulli 10 që është projekt për digitalizimin, ashtu siç është edhe projekti jonë që realizojmë tani, dhe kapitulli 23 është për gjyqësi dhe drejtësi në Bashkimin Evropian. Kështu që mendoj që me këtë projekt kemi pas shumë sukses dhe është realizuar në mënyrë me standarde të larta profesionale, me gazetar profesional, me musafir dhe me trajnime për gazetar në nivel lokal. Si dhe kisha veçuar projektin për sipërmarrësi që është realizuar gjithashtu i financuar në Bashkimin Evropian me të rinj nga Kumanova. Suksesi jonë në këtë projekt ishte se 5 të rinj që kanë marrë pjesë në trajnimet tona kanë filluar edhe biznesin e tyre, kështu që mendoj që organizatat qeveritare duhet që të kenë rezultate konkrete, jo vetëm fjalë boshe. Me cilat sfida përballet më shumë sektori civil dhe organizatat rinore në Maqedoninë e Veriut? Përballemi me mungesë të fondeve që janë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, kemi mungesë dhe kemi politizim të institucioneve të cilat për fat keq shumë shpesh vendosin për të ndihmuar organizata të cilat nuk kanë as adresë, nuk kanë as aktivitete, kurse në kushtet kërkohen aktivitete, kërkohen kushte të ndryshme, por organizatat jo qeveritare dalë më vetësohen edhe nga fondet shtetërore dhe kërkojnë fonde evropiane, kështu që largohen nga ky mentalitet të themi i politizuar që është në Republikën e Maqedonisë së Veriut, dhe mendoj që ja kanë huqë edhe komunat edhe niveli qendror për të zhvilluar sektorin civil. Ashtu si që zhvillojnë edhe partitë politike, për shembull është financimi rregullt i partive politike, pse mos jetë edhe financimi i shoqatave qeveritare, të cilat përballen me sfida të ndryshme, tani me mungesën e fondeve të USAID-it që ka ndodhur në kohën e fundit, kështu që mendoj shoqatat janë drejtuar drejt fondeve ndërkombëtare, të fondeve të Bashkimit Evropian dhe janë lënë, të vetmuara të themi dhe për të gjetë fonde mbas mundësive ose mbas aftësive të leadershipit të organizatave qeveritare. Le të flasim pak edhe për projektin e Ardhmja Digjitale për të rinjtë e Kumanovës. Cilat janë aktivitetet që do të realizohen në kuadër të këtij projekti? Ky projekt do të realizohet në komunën e Kumanovës. Do të kemi 2 punëtori, njërën punëtori do të kemi trajnim nga person që është nga sfera e drejtësisë, me student nga komuna e Kumanovës në Fakultetin e Administratë Biznesit në Kumanov, dhe do të kemi një ligjërat ose një trajnim nga një person nga sfera informatikës, i cili do t'i mësoj të rritë me platforma digjitale, të cilat janë që të themi janë useful, për rinin, kështu që mendoj do të arrisim qëllimin dhe kemi 5 podcaste të cilat njërin nga ato tani realizojmë dhe 2 videoklipe motivuese të cilat do të emitojmë dhe do të ngrisim vendijen deri tek rinia se si të përdorin këto platforma digjitale.
Cilet janë qëllimet kryesore që dëshironi të arrini me këtë projekt? Po qëllimet kryesore, do të thënë qëllimi kryesor është ndërgjegjësimi i popullatës për përdorimin e platformave digjitale, të cilat në masë të madhe kanë lehtësuar punën do të thënë realizimin do të thënë të gjitha nxjerrjen e dokumentacione në platforma digjitale, me të cilat qytetarët i kanë lehtësuar mënyrën e pagesës do të thonë dhe mënyrën e nxjerrjes së dokumentacionit për themi 24 orë ose për 2-3 orë, kështu që është lehtësuar mënyra se si qytetarët mund të qasen deri te këto rrjete, po edhe në këto do të thonë do t'i udhëzojmë qytetarët se si të qasen tek platforma do të thënë digjitale, e cila është Çfarë përfitime kanë qytetarët nga përdorimi i aplikacioneve dhe shërbimeve digjitale? Po, do të thënë beneficionet për qytetarët me përdorimin e këtyre platformave janë të shumta, duke filluar nga zvoglimi i korrupsionit, ku qytetarët nuk kanë, do të thënë, qasje direkte me personat të cilët i punojnë lëndët e tyre të themi, ose që kryen ndonjë shërbim para administratës shtetërore, apo çfarë do lloj organi, i kryen me shpejtësi të madhe, nuk humbin kohë, harxojnë mjete më të pakta buxhetore nga buxheti i tyre familjar, si dhe shumë beneficione tjera të cilat janë të mirë të qytetarëve, duke dhe kjo ka filluar që do të thonë me COVID-19, me krizën e Covidit, dhe kështu që ka mbetur si prioritet dhe është mirë që është duke realizuar në nivel botëror ose në nivel të Bashkimit Evropian, siç e dimë në vitin 2030, Bashkimi Evropian parashën 90% digitalizim të shërbimeve në Bashkimin Evropian, ne ndoshta jemi shumë pas, mi diku me 30%. Sa janë të informuar qytetarët për përdorimin e shërbimeve elektronike në vend? Po mendoj që qytetarët nuk janë të informuar shumë, rinia ka do të thonë aftësi digjitale më shumë dhe di si t'i përdor këto mjete, kurse popullata më e vjetër ose popullata mesatare të themi nuk është e informuar dhe nuk kemi kampanja të shumta në mediume dhe në platforma tjera, kështu që ky projekt është një mundësi për të informuar qytetarët, pse është një projekt shumë i vogël, por mendoj që secili duhet të qaset seriozisht dhe pse jo të ketë edhe kampanja më të mëdha dhe nga Ministria e Digitalizimit dhe të ketë projekte më të mëdha dhe të kemi edhe kampanja në rrjetet sociale, në televizionet dhe në gjitha platformat, ku qytetarët mundet më lehtë të mësojnë të gjitha ato aftësi digjitale që duan për të realizuar qëllimet e tyre. A mendoni se Maqedonia e Veriut ka perspektive reale për integrim në Bashkimin Evropian? Maqedonia e Veriut ka ngecur mjaft në integrimin në Bashkimin Evropian, pasi që kushti të themi politik, jo i juridik, ka dominuar pa futjen e bullgarëve në kushtetutën e Maqedonisë së Veriut. Maqedonia nuk mundet të ecë përpara në Bashkimin Evropian, pasi që kjo është futur edhe në kornizën negociuese të Bashkimit Evropian. Kështu që mendoj se do të ishte mirë që sa më shpejt të bëhen ndryshimet kushtetuese, të cilat do të hapnin rrugën për integrim në Bashkimin Evropian, siç shohim Shqipëria ka avancuar shumë, ka hapur gati së gjitha kapitujt dhe bisedimet me Bashkimin Evropian, kurse Maqedonia e Veriut ende nuk ka hapur asnjë kapitull. Mendoj se kjo është një ngecje si për qytetarët, si për sektorin civil, sepse me avancimin e bisedimeve shtohen edhe fondet e Bashkimit Evropian, edhe për sektorin civil, edhe për sektorin shtetëror dhe për të rritjet perspektiva e shtetit. Si e shihni rolin e të rinjve për integrimin në Bashkimin Evropian? Po mendoj se roli i të rinjve është një rol kyç, pasi që rinia edhe pa asistencë të shtetit ka filluar që të integrohet në Bashkimin Evropian. Shohim shumë të ri të cilët ardhmërinë e tyre e kërkuan në Bashkimin Evropian dhe punojnë edhe në institucionet të Bashkimit Evropian. Kam hasur shumë kolegë nga sektori civil që tani më punojnë në Bashkimin Evropian dhe mendoj se përvojat e tyre janë shumë të mëdha dhe kështu që mendoj shteti duhet të investojë që këto përvoje t'i kthejë në Maqedoninë e Veriut
dhe kjo kategori të jetë më e privilegjuar dhe të na shpi, drejt Bashkimit Evropian. Cili është vizioni i Institutit Pulse of Democracy për vitet e ardhshme? Është një pyetje shumë e vështirë. Vizioni jonë është që të vazhdojmë këtë punë që e kemi filluar me një tempo më të shpejtë. Tani do të fillojmë edhe me analiza të ndryshme të ligjore për çështje të caktuara dhe do t'i ndihmojmë qytetarët dhe do të japim rekomandime deri tek organet shtetërore në nivel qendror dhe lokal, se cilat rregullimet që janë a janë në të mirë të qytetarëve apo diçka duhet të ndryshoj. Kështu që mendoj do të kemi përkushtim më të madh, ta zgjerojmë stafin me persona që janë më të prirur për të bërë këto analiza dhe në bashkëpunim me organizata tjera aktivitare. Çfarë mesazhe do t'u dërgoni të rinjve si përfund të rinjve të Kumanovës dhe qytetarëve që po na ndjekin? Po gjatë punës tonë kemi vërejtë se rinia e Kumanovës është shumë pasive edhe në debate, edhe në gjitha organizimet që i bëjmë. Ne kishim lutur që ajo të bëhet sa më aktive, që të merr sa më shumë pjesë në vendimarrje, pasi që pa vendimarrjen e tyre, pa interesimin e tyre, nuk do të kemi prosperitet për rininë e Kumanovës, kështu që mendoj që rinia duhet të angazhohet në këtë drejtim, që të jetë sa më aktive, sa më shumë të merr pjesë në çdo proces, në çdo debat dhe besoj që kjo do t'i sjellë progres Kumanovës dhe Maqedonisë së Veriut. Faleminderit shumë zotri Saliu për këtë bisedë interesante. Të nderuar ndëgjues, ky ishte podcasti i parë në kuadër të projektit Ardhmja Digjitale për të rinjtë e Kumanovës, i realizuar nga Instituti Pulse of Democracy dhe i financuar nga Ministria për Marrëdhënie ndërmjet bashkësive. Mirupafshim në episodin e radhës. Faleminderit.